Shiko, veshja është një pikë e fortë tek njeriu. Po, sa zjatë, 5 minuta zjatë, e kupton? Shiko, nga njerë dhe kamuflohet, të duhet pak më shumë. Unë nuk e di pse mua më pëlqen më shumë zhveshja se sa veshja. Nuk e di, e kam mirë. Mund ta kem gabim. Jo, si gabim, introvert. Je introvert. Jam në ato të vjetrit, si duket. Po që zakonisht kur kemi një intervistë pune, gjithmonë zgjedhim garderobë çfarë do veshim që biem sy, sepse impakti i parë kur ti futesh për intervistën, që shefi apo njerëzit që janë aty përballë do të shohin se si çfarë do kesh veshur, çfarë dekolteje, çfarë formash, me forma pa forma. Ku në çfarë vendi ndosja? Veshja dur, vendin e dur. Përgjithsisht ja. Përgjithsisht nuk shkohet, do me thënë këtë gjë e kanë mësuar njerëzit që nuk është që duhet bish shumë në sy kur shkon për intervistë. Jo, po prap, këtë po them. Është e kundërt. Po këtë po them, varet çfarë do zgjedhësh që ti të kuptosh që të tregosh inteligjencën tënde apo të tregosh se sa lek kanë investuar te ty. Ma më vjen shumë të penalizohet dikush që tregon dhe forma. Mund të jetë shumë inteligjente, të ketë dhe forma dhe nuk i tregon, po është e dukshme që i ka. Sot femra e bukur dallon. Dhe nuk është turp të jesh dhe e bukur dhe inteligjente. S'ka nevojë nganjëherë në një pozicion të caktuar pune, ti tregosh format pikërisht në atë moment dhe në atë situatë. Nuk niset një femër inteligjente për të treguar. Por një femër e bukur, prandaj po them, po të përgjigjem asaj që the pak më përpara, që është gjunaf që një femër bukur mos tregoj format. Një femër e bukur në pozicion pune, sepse janë ca etika. Unë s'mund dal do të me robe banjo në atelje, të pres njerëzit. Edhe është etike e punës që në një ambient zyre, ti do kesh një kostum shik, po jo me forma shumë të lexueshme, sepse je në ato femra që kanë forma, si për femra që s'kan forma, që në vendin e punës nuk duhet. Po nuk duhet. Pastaj një femër e bukur dhe me forma është gjithmonë e bukur sepse nuk e bën veshja. E bën feminiliteti i cili është i lindur dhe nuk prodhon. Pse blen në të dyqan do thuash. Se ka femra auro.